Urat Toni Gogu, pasi në vitin 1994 përfunduat studimet për jurist në Tiranë. U keni qenë brenda apo jashtë Shqipërisë deri në vitin 2001 plot 7 vite dhe me çfarë punësh jeni marrë, përse nuk e keni deklaruar në formularin e dekriminalizimit? Në vitin 2001, pasi dolet nga 7 vite ilegaliteti punëve të pista, ju u emëruat kancelari i gjykatës së Tiranës, ku qëndruat deri në vitin 2005. A keni sekserizuar, falsifikuar e zhdukur vendime gjyqësore në favor të eksponentëve të krimit dhe grabitësve të tokave e pasurive shtetërore? A keni bërë ca vjedhje me tender dhe a jeni marrë në hetim për to? Përse në CV-n tuaj keni shënuar që keni qenë drejtori i Departamentit të Kërkimit Shkencor në KLD gjatë periudhës shkurt 2004-shtator 2005, kur KLD nuk ka pasur departament shkencor, ndërsa në atë kohë keni qenë kancelari i gjykatës Tiranë. A ju ka përdorur ish guvernatori i bankës Ardian Fullani për të futur në tregun e ndërtimit 100 miliard lekë të vjetra kartë monedha që raportoheshin të asgjësuara nga banka gjatë viteve 2005-2012 kur ishe jurist, edhe përse të largoj pasi u zbulua skema e mashtrimvjedhjes? A i keni bërë ju si ish jurist i bankës së shtetit letrat false të transaksionit për vjedhjen e 30 milion eurove në muajin qershor 2010, sipas skemës Berisha Bode Fullani për gjoja shitjen e Hotel Dajtit dhe me çfarë të shpërblyen Ardian Fullani e Sali Berisha? A keni lejuar operacione transferimi e pastrimi parash të pista, krijim depozitash fiktive në banka italo-greke ruse, përdorimi legal të depozitave në bashkëpunim me to dhe a keni miratuar falimente fiktive bankash, çlirim të llogarive të grupeve të krimit me bosët e bankave dhe transaksione ilegale me ish guvernatorin Ardian Fullani e mëkate të tjera gjatë viteve 2012-2015 kur ishi drejtori i përgjithshëm i sigurimit të depozitave? A jeni përdorur me lejen e ish ministres Tilda Gjonaj nga eksponent të botës së krimit dhe grupe mafioze për të fshehur letër porosi nga drejtësitë e disa shteteve në periudhën tetor 2017-shtator 2020, kur ishit zëvendës ministër i drejtësisë që mbulonit zyrën e kodifikimit dhe komunikimin me partnerët ndërkombëtar dhe a jeni hetuar? A jeni përfshirë në falsifikime, fshehje, zhdukje, vendimesh, dosjesh për grabitje tokash, trojesh, marifete lejesh ndërtimi dhe në aferën e landfillit të Tiranës gjatë periudhës 2019-2020 kur ishit kryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës? A jeni shpërblyer me apartamente, njësi tregtare, toka të fshehura të afërmit tuaj edhe me çeqje në dorë nga ndërtuesit e ata që kanë përfituar toka me letra false? A keni falsifikuar dosje tokash në njësitë administrative Pez, Ndroq, Vaqar me bandat Gentian Myrtaj, Xhavit Çeka dhe Besmir Kola, por edhe në Sauk, Fark, Petrel, Kamza e toka bregdetare në Kavaje, Rogozhin gjatë periudhës nëntor 2020-mars 2021, kur ishit prefekti i Tiranës, dhe a ka lidhje bërja juaj deputet me nderet e tokave apo te landfilli?